Pa herë, qa mendimi keni për Giro d'Italia që u bën në Shqipëri? A ju pëlqeu, s'ju pëlqeu, a u knaqete? Nuk e di domethënë. Bësh Giro në Itali Shqipëri është si të bësh Tour de France në Uzbekistan. Pa lidhje fare, e kupton? Unë se di si kanë pranu ata ciklistë të vinë të japin bicikletave në këtë vend, ja urdo. Vetëm buria, gropa, gjëra ishin karramu me njëri tjetrin, nesër. Ç'n si ka. Shiko, Shqipëria nuk i ka këto kushte. Është si të bësh vezën e strucit me bëth pule. Kjo është pak a shumë. Nuk i kemi ne këto mundësi. Pse? Bllokojmë trafikun, paralizojmë çdo gjë, lëvizjen e njerëzve herë këtu, ne na bllokojmë trafikun me ra 3 minuta shi, jo të vinë 10 ciklistë nga marr bota edhe na sillen nëpër Shqipëri këtu. Nuk i kemi ne këto kushte. Kemi hallet tona më miq. Kemi hallet tona. Nesër kemi zgjedhje, nesër do zgjedhim qeverinë e re, e kupton, njerëzit vinë nga jashtë, njerëzit ndidhen nëpër qytete, nëpër familje se do votojnë nesër dhe pa pritur gjejnë një vend të bllokuar, siç është Tirana, nga të katër anët. Pa sens. Pa kuptim fare. Domthonë, kam përshtypjen që duhet të jetë dhe një gjë poshtë kësaj, ka një kleç këtu. Kam përshtypjen që është për të hequr vëmendjen nga e gjithë kjo fushat, për të hequr vëmendjen nga e gjithë kjo sjellje elektorale dhe ndoshta për të hequr vëmendjen edhe nga fryma që ndoshta po shkon në një tjetër sens kësaj radhe. Kështu që Giro d'Italia në Shqipëri ishte një muhabet kot. Muhabet kot, se duhet i thëshim jo. E di që si themi dot jo italianëve se jemi shqiptarë, si themi të hujve jo, po mund të thoshim grazie mor amici italiani, ma abbiamo i nostri halli. Kemi hallet tona, na fal, tjetër ju. Kështu që për mendimin tim ishte kot, muhabet kot.